Komisioneri Europian për çështjet e brendshme dhe migracionin, Magnus Brunner, ka përcjell një mesazh të qartë nga Tirana. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Në intervistën për Euronews Albania, Brunner u shpreh se Shqipëria është një pararendse në procesin e antarësimit dhe po jep një kontribut të drejtë në sigurinë e përbashkët europiane. Sipas tij, kapitujt më të rëndësishëm të negociatave janë shteti i së drejtës dhe siguria, reforma që sjellin përfitime direkte për qytetarët shqiptar. Komisioneri vlerësoi bashkëpunimin e Shqipërisë me BE-n në menaxhimin e migracionit, duke theksuar se mbërritjet e palishme në rrugën e Ballkanit Perëndimor janë ulur me 95%. Ai nënvizoi gjithashtu se Shqipëria ishte vendi i parë i zgjerimit që miratoi planin e veprimit Schengen dhe zbatoi udhërfyesin për parafrimin e vizave. Sa i përket krimit të organizuar dhe korrupsionit, Brunner pranoi se këto mbeten sfida, por theksoi se Shqipëria ka bërë përparim konkret falë reformës në drejtësi dhe punës së SPAK. Ai vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me Europolin dhe operacionet e përbashkëta policore, duke i cilësuar si thelbësore për sigurinë dhe shtetin e së drejtës. Në lidhje me objektivin e antarësimit në BE në vitin 2030, komisioneri u shpreh se Shqipëria është në rrugën e duhur, por reformat duhet të vijojnë me të njëjtën vendosmëri.